Nderuar teleshikues, në intervistën e sotme do të flasim për fushatën elektorale që po zhvillohet në Kosovë dhe jo vetëm. Do të flasim për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare të datës 7 qershor dhe për këtë kemi të thirrur zonjën Albulena Haxhiu, kryetare e Kuvendit të Kosovës dhe njëherë dështruese detyre presidente e Kosovës. Përshëndetje dhe faleminderit. Kënaqësi që ju takoj, faleminderit shumë për mundësinë dhe ftesën. Atëherë faleminderit që jeni sot këtu, na thuaj pak si po shkon fushata elektorale. Atëherë, atmosfera në Republikën e Kosovës është shumë e mirë, është shumë optimiste në raport me rezultatin zgjedhor. Zakonisht sa herë organizohen zgjedhjet në Republikën e Kosovës, dita e zgjedhjeve në fakt është ditë feste dhe jam shumë e bindur që njësoj do tjetë edhe kësaj rade. Në fakt, ajo çfarë do doja të shtoja fillimisht është që Kosova nuk ka pasur nevojë që të shkojnë në zgjedhjet parakohshme. Ka qenë e rëndësishme që subjektet politike në Kuvendin e Republikës së Kosovës të bëheshin bashkë, që ta adresojmë zgjedhjen e presidentit të Republikës Kosovës. Nuk ka pasur asnjë nevojë që unë ta ushtroj këtë detyrë, sepse ju e dini që unë jam zgjedhur kryetare e Kuvendit dhe kam qenë e gatshme që të adresoj përgjithësitë që më takojnë në bazë të kushtetutës dhe legjislacionit në fuqi, por ja që tani jemi të detyruar të jemi pjesë e kësaj gare, por fryma është shumë pozitive, mbështetja vazhdon të jetë shumë e madhe, madje nëse krahasojmë me zgjedhjet e dhjetorit, ndonse rezultati atë kohë ka qenë shumë i mirë, por unë jam e bindur që do të jetë edhe më i mirë në 7 qershor. Sot jeni në qytetin e Tetovës, keni lëvizur edhe në qytetet e Shqipërisë. Çfarë mesazhi do doni t'u jepni qytetarëve jashtë Kosovës në lidhje me gjithë të fushat që po bëhet dhe pse do të votojnë pikërisht vetëvendosur? Së pari unë dje isha në Kukës, duke pasur parasysh që kemi shumë bashkombas atje dhe roli që Kuksi ka pas sidomos në periudhën më të vështirë të kohës së luftës, por jo vetëm është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Prandaj edhe duket që kanë munguar, dje kuptova që kanë munguar këto takimet e bashkëbisedimet dhe vizitat që nivelet e larta institucionale apo drejtuesit e institucioneve i bëjnë qoftë në Kosovë, në Shqipëri apo edhe në Maqedoninë të Veriut, por edhe në Lugin. Dje kaluam shumë mirë, njësoj edhe sot, ishte një pritje shumë e mirë fillimisht në komunë, me kryetarin e komunës, por edhe bashkëpunëtorët e tij. Tani sa i përket mesazhin që ne japim te qytetarët kudo që jetojnë në këto treva, në këto shtete, së pari vetëvendosja e ka ndryshuar standardin qeverisës, pra që nga momenti kur ne kemi fituar besimin e qytetarëve, që është periudha e vitit gjithsesi qeveria Kurti 1, por ju e dini që ajo zgjati shumë pak për shkak të rrëzimit të saj, pastaj qeveria Kurti 2 që kishte një mandat të plot, madje më shumë se 4 vite, për shkak që nuk konstituoi Kuvendi i Republikës së Kosovës e kështu me radhë. Por përveç kësaj, pra përveç ndryshimit të standardit qeverisës, ne kemi arrit me dëshmu që Kosova mundet me pas qeveri që zotimet zgjedhore i bën, si me thënë, projekte në programin qeverisës dhe punon çdo ditë që ato të jetësohen dhe të ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Roli i shqiptarëve në Maqedoni, roli i shqiptarëve në Shqipëri, por edhe në Lugin, është shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Prandaj edhe ne po takojmë edhe qytetarë që jetojnë në këto vende, po kërkojmë mbështetjen e tyre, për shkak se shumë prej tyre kanë edhe të drejtë që të ushtrojnë të drejtën e tyre në Republikën e Kosovës. Por gjithashtu qeveria jonë, përveç programit qeverisës, ka ndihmuar në bashkimin e partive politike këtu në Maqedoni të Veriut, siç e dini tash është janë 5 subjekte politike që janë bashkë, pra po flas për Vlenin, dhe ne si qeveri e kemi shumë të rëndësishme që të kemi parti politike që kanë interesin e qytetarëve shqiptar që jetojnë këtu prioritet. Prandaj me që kanë qëllime të mira, bashkëpunimi jonë është serioz. Kemi ndihmuar po ashtu edhe në çështjen e Luginës Preshevës. Ju dini që shqiptarët atje shtypen e diskriminohen pra në Serbi. Prandaj edhe me financim, por edhe me projekte tjera. Prandaj duke qenë që qeveria jonë është një qeveri që punon për interesat e qytetarëve të Republikës, por jo vetëm, do të vazhdoj ta ketë besimin e madh të qytetarëve. Sa ndjeni mbështetjen e shqiptarëve jashtë Kosovës dhe pse është kaq e nevojshme kjo mbështetje krahas gjitha pikave që ju i përmendët? Ju e dini që Kosova në periudhën më të vështirë të saj
ka pas miq e bashkëpunëtor që i kanë dalë në ndihmë. Në periudhën e luftës, shumë qytetarë shqiptarë të Maqedonisë së Veriut kanë ardhur dhe kanë kontribuar në ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Sikurse dhe shqiptarë nga Kosova në luftën e Maqedonisë aso kohë. Por po ashtu Maqedonia e Veriut i ka hapur dyert për shqiptarët e Kosovës atëherë kur ata janë përzën nga shtëpitë e tyre. Unë vetë kam qenë refugjate në Shkup gjatë periudhës së luftës, kam qenë një periudhë disa mujore në Kondovë të Shkupit. Pra jo vetëm unë, edhe shumë qytetarë tjerë kanë gjetë streh këtu dhe dyert janë hapur, pra përveç kulmit në kokë, edhe me bukë, edhe me zemër, edhe me dashuri e respekt ndaj neve. Prandaj edhe po theksoj që edhe në ditë të mira, por si që janë zgjedhjet apo momente tjera, por edhe në ditë vështira ne duhet jemi bashkë, sepse jemi një popull dhe kemi një histori dhe kemi një gjuhë. Tashmë keni edhe një bashkëpunim formal edhe me Vlenin, sa ka reflektuar ky bashkëpunim tek të dyja qeveritë, edhe tek Maqedonia e Veriut, por edhe tek Kosova? Konsideroj që bashkëpunimi i Vlenit, pra kur 5 parti politike bëhen bashkë me qëllime të mëdha, është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ka qenë shumë i rëndësishëm që shqiptarët e Maqedonisë së Veriut të kenë subjekte politike që përbashkohen rreth një qëllimi që është fuqizimi i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Përqindja e shqiptarëve që jetojnë këtu është e lartë dhe ndikimi i tyre është po ashtu i madh. Prandaj ne kemi ndihmuar në këtë bashkëpunim. Dhe kjo është shumë e rëndësishme që ky bashkëpunim të vazhdojë e të fuqizohet. Prandaj edhe shohim si një partneritet serioz dhe natyrisht të besueshëm. Pra përveç lëvizjave të vendosje ka një bashkëpunim shumë të mirë me Vlenin, edhe në këto fushata zgjedhore e ndihmojmë njëra tjetrën, por pastaj Vleni ndikon që projektet përmes qeverisë të shtyhen përpara, pra ndërmjet të dy qeverive. Qeveria në Kosovë drejtohet nga kryeministri Kurti dhe pikërisht partneriteti serioz që kemi me Vlenin ndihmon që projektet që janë në interes të dyja vendeve të shtyhen përpara. Prandaj gjatë kësaj kohe nuk është rastësishme që ka pas shumë projekte që ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Konkretisht në cilat fusha pritet që të ketë më tepër përmirësime, si frut apo si rezultati i këtij bashkëpunimi? Deri tani janë ndërmarrë disa veprime, sidomos ato që lidhen me lëvizjen e lirë të qytetarëve, gjithsesi eliminimin e procedurave burokratike, po punohet me intensitet në rrugën Prizren-Tetov. Tashmë është bërë edhe projekti, por edhe do të hapet edhe tenderi. Dhe gjithashtu është e rëndësishme rruga Blac-Shkup, domethënë është investim po ashtu shumë i madh dhe do të nisë shumë shpejt. Pastaj investime në sigurinë energjetike, që po ashtu janë shumë të rëndësishme. E gjatë kësaj periudhe kohore do të angazhohemi edhe në fuqizim ekonomik, pra shumë e rëndësishme që bizneset që operojnë në Maqedoni të Veriut të investojnë në Republikën e Kosovës. Vetëm për t'i njoftuar, unë sa kam qenë ministre e drejtësisë gjithsesi në qeverinë e kaluar, është adresuar gjykata komerciale, sepse zakonisht investitorët kur planifikojnë të investojnë në një vend, dëshirojnë të dinë se nëse ka siguri juridike apo jo. Tashmë Kosova ka gjykatën komerciale, e cila po trajton lëndët pa asnjë problem dhe me shpejtësi, pra me efikasitet, prandaj kjo ndihmon në sigurinë juridike të tyre, por edhe kemi bërë lehtësime të ndryshme gjatë qeverisjes në mënyrë që funksionimi i bizneseve ose operimi i tyre në Republikën e Kosovës të jetë sa më i lehtë. Pra në këtë drejtim mendojmë që është shumë e rëndësishme të vazhdojmë bashkëpunimin, gjithashtu edhe në qarkullimin e mallrave, në arsim, por edhe në fusha tjera. Mendoj që është e rëndësishme që ka vullnet nga të dyja palët, prandaj sikurse me Republikën e Shqipërisë, ashtu edhe me Maqedoninë e Veriut jemi shumë të hapur që të kemi bashkëpunime konkrete që ndikojnë pra drejt për drejt në jetën e qytetarëve. Të ndalemi pak tek data 7 qershor, çfarë prisni nga këto zgjedhje dhe a mendoni apo a keni mendim pozitiv që do të kalohet ngërçi apo kriza institucionale? Tash, përbindjen time është gabim kur mesazhi që japin qytetarët përmes zgjedhjeve nuk merret parasysh. Dhe unë e kam përshtypjen që pikërisht kjo ka ndodhur në Republikën e Kosovës, që
mesazhi i dhjetorit të vitit kaluar nuk është kuptuar drejt nga partitë politike. Ka një tendencë ose ka pasur një tendencë që të prishet ky rezultat, pra rezultati i dhjetorit. Duket sikur partitë politike kanë vlerësuar që në qoftë se edhe një herë shkojmë në zgjedhjet parakoshme, përgjegjësia për mosgjedhjen e presidentit do të vendoset mbi lëvizjen vetëvendosje dhe kësaj do të përfitojnë ata. Por mendoj që qytetarët e Republikës Kosovës kanë arritur që të kuptojnë drejt qëllimet politike, mesazhet që ne japin për qytetarët e Republikës së Kosovës, sikurse edhe veprimet politike. Lëvizja vetëvendosje ka bërë gjithçka vetëm që vendit mos shkojnë në zgjedhjet parakoshme, jo vetëm për shkak të kostos buxhetore, sepse ju e dini që për të organizuar zgjedhje të jashtëzakonshme nevojiten mbi 10 milion euro. Pra, jo vetëm për shkak të kostos financiare, edhe për shkak të kostos financiare, sepse këto 10 milion euro kemi mund t'i fokusojmë në çështje tjera për qytetarët e Republikës, por edhe për shkak se Kosova është në adresim të shumë reformave, qoftë në drejtësi, shëndetësi, arsim, ekonomi dhe fusha tjera sociale dhe të tjera, dhe nuk kemi kohë për të humbur, sidomos kur e kemi parasysh periudhën e vitit 2025. Prandaj po e vlerësoj që ka qenë gabim që na kanë futur sërish në një cikël zgjedhor, por unë jam shumë optimiste për rezultatin e zgjedhjeve, siç e përmenda. Jam shumë e bindur për shkak të frymës pozitive, mbështetjes së madhe qytetarëve dhe leximit që qytetarët ja kanë bërë situatës me çështjen e presidentit, do të mundsoj që vetëvendosja ta tejkaloj veten pra dhjetorin e vitit kaluar. Anulina Haxhiun pas zgjedhjeve do ta shohim si sekretare të kuvendit apo presidente të Kosovës. Tani, për këtë vendosin, si me thënë, organet e lëvizjes vetëvendosje, edhe kur janë propozuar si kryetare kuvendit, ka qenë një vendim i lëvizjes vetëvendosje, prandaj edhe në momentin kur kanë ndodhur një vendim i tillë, unë e kam pranuar sepse në vetëvendosje zakonisht kudo që vendos partia që për një rrethon të caktuar ose në një moment të caktuar duhet të shërbesh në atë vend, natyrisht që ne nuk refuzojmë, përsa kohë konsiderojmë që mund t'ja dalim në një përgjithësi të tillë. Por ne kemi theksuar që është e rëndësishme që të konstituohet kuvendi, të zgjedhet qeveria dhe pastaj të vijmë te çështja e presidentit me një figurë që nuk është partijake. Prandaj këtu bie poshtë emri im dhe në qoftë se do të propozojmë sërish për kryetaret kuvendit, natyrisht që kjo i përket lëvizjes vetëvendosje. Në Kushtetutën e Kosovës thuhet që grupi më i madh parlamentar ka të drejtën kushtetuese që të bëjë propozimin e kryetarit apo kryetares së kuvendit, pra presim të shohim në ditën kur do të thirret seanca konstituive pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve. Ju e dini që gjatë kohës kur ne kemi qenë duke negociuar me partitë politike për çështjen e presidentit, unë kam ofruar pozitën e kryetares së kuvendit për opozitën, sepse ata thonin që nuk mundet që një subjekt politik t'i ketë 3 nivelet më të larta. Atëherë ne kemi thënë që merre pozitën e kryetarit kuvendit, sepse postet që ne i mbajmë nuk i kemi me tapi. Prandaj ajo që është e rëndësishme është që kurdo dhe kudo që shërbejmë në një institucion, gjithnjë të punojmë me nder dhe me profesionalizëm dhe gjithnjë në shërbim të interesave të qytetarëve. Cilat do të jenë pikat kryesore në të cilat qeveria Kurti do vendoset të ketë si pikë kryesore? Tash, puna jonë ka nisur kështu me një intensitet më të madh në vitin 2021. Pra, aso kohë, ju dini që unë kam qenë ministre e drejtësisë për 5 vite dhe kam qenë e fokusuar më tepër në çështjen e reformës në drejtësi dhe gjithçka tjetër që ka qenë në mandatin e Ministrisë së Drejtësisë. Ajo çfarë ka ndodhur jo vetëm në Ministrinë e Drejtësisë, por edhe në Ministrinë e Financave apo tek ministritë të tjera, është që sa herë ne kemi proceduar reforma në Kuvendin e Republikës së Kosovës, gjithmonë ato janë kontestuar nga opozita në gjykatën kushtetuese. Pra, kemi pasur shumë sfidë, çështjen e vonesave për një vendim të gjykatës kushtetuese. Ne kuptojmë plotësisht që opozita ka të drejtë që të kontestojë ligje në gjykatën kushtetuese, por për neve është e papranueshme që me kalu një vit, 2 vite, derisa gjykata e nxjerr një vendim për një ligj që është shumë i rëndësishëm për qytetarët. Pra, kjo ka sjell situata kur disa reforma janë vonuar. E kur jemi këtu, ju e dini që kohë të gjatë në Republikën e Kosovës fatkeqësisht ka pasur zyrtar apo politikan, të cilët janë pasuruar veç nga politika, të cilët janë bërë biznismen vetëm duke qenë politikan, të cilët kanë krijuar pasuri të pajustifikueshme, pra që nuk mund ta justifikojnë,
dhe ka qenë e rëndësishme që edhe ligji për biron për konfiskimin e pasurisë, njësoj si reforma që është bërë në Këshillin Prokurorial, njësoj si që janë adresuar amandamentet për vettingun që nuk kemi mundur t'i kalojmë për shkak të votave të listës serbe në Kuvend të Kosovës, por është shumë e rëndësishme pra që Kosova ta ketë konceptin e konfiskimit civil, në mënyrë që kushdo që ka krijuar pasuri në shpërputhje me të ardhurat që i ka pasur, që të jap përgjegjësi dhe të konfiskohet pasuria e tillë. Pra këtë ligj kemi bërë, por opozita e kishte kontestuar 2 herë radhas në gjykatën kushtetuese. Tash së fundi qeveria sërish e dërgoi në Kuvend, por për shkak të shpërndarjes së Kuvendit ishte pamundur që ta adresojmë. Pra do të shtyhet përpara reforma në drejtësinë në njërin anë, do të investojmë 1 miliard euro në bizneset, është shumë e rëndësishme për Republikën e Kosovës që t'i fuqizojmë bizneset, sidomos biznesin e vogël të mesëm, sepse përmes kësaj edhe zhvillohet ekonomikisht vendi, por edhe hapen vendet e reja të punës, do të investohet në hekurudha, në diga, por edhe në shumë stadiume që do të edhe renovohen, por edhe ndërtohen në Republikën e Kosovës. Po ashtu një çështje që e kemi pas prioritet është ndihma dhe mbështetja për vajzat të gratë në Republikën e Kosovës, duke i punësuar ato, pra duke i bërë pjesë aktive në tregun e punës, për fëmijët po ashtu. Për herë të parë në Republikën e Kosovës, nanat Leona marrin pagë, përkatësisht marrin shtesa, po ashtu fëmijët marrin shtesa për herë të parë me qeverisjen tonë, dhe këto në vazhdimsi po rriten. Së fundi, tash janë ekzekutuar shtesat për nënat Leona 500 euro në muaj, që për 6 muaj 3.000 euro, pra për një nën Leon. Shto këtu edhe shtesa që do të rriten 90 euro për fëmijë, në qoftë se një familje janë 3 fëmijë. Pra në çështje sociale kemi ndikuar drejt për drejt, në mirëqenie, në pavarësim ekonomik të vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, dhe natyrisht që kemi adresuar çështje që do të vazhdojnë, që lidhen me mbrojtjen e sovranitetit dhe integritetit territorial. Kryeministri Kurti ka prezantuar programin qeverisës, ka shumë pika në cilat do të punojmë. E rëndësishme pra është shumë që ta përfundojmë mbar këtë proces zgjedhor, ta konstituojmë kuvendin dhe ta zgjedhim qeverinë, e pastaj programi qeverisës, të gjitha zotimet që i kemi thënë gjatë fushatës zgjedhore do të përfshihen dhe për të njëjtat do të punojmë pandal. Zonja Gjiu, unë të falenderoj shumë, të uroj shumë suksese që kënaqësi. Faleminderit shumë, ne do të kemi mundësi të tjera e do të shihemi sërish. Ju uroj edhe juve suksese, faleminderit edhe një herë për mundësinë që ma keni dhënë.